Në ndikim të emocioneve që edhe lotët e tradhtuan, Fatmiri flet për atë kohë. Edhe qysh ka qenë gjësia që bashkë me vllaun, me kanë në krah edhe në luftë, për shkak se e dim se lufta nuk e ka pas siguruar nëse nesër mja kam ju gjithë gjallë. Dhe ju prej familjes, vëllezërit bashkë domethënë, bashkë keni qenë edhe në luftë. A ka qenë nashta ajo, a keni menduar ndonjëherë nashta për pjesëtar të tjerë familjes që kanë se nuk kthehemi të tretë ne, pasi që s'ka qenë sigurt nëse nesër mja do të jetë për juve të zbarë dita përsëri. Qysh ka qenë ajo ndjesia që edhe në luftë me qenë bashkë me vllazërit? Na ma shumë e kena pas stresin shtëpia këtu, familja që shpo kalon, se na për shembull në front luftës kur na dalë, na s'kena menu, ha po pështojna, as po pështojna, ma na gjithmonë kur kena dalë prej shtëpie kena menu që edhe familjen po na i ekzekutojnë, edhe na kanë pak ma për veti nuk e kena pas gojle si shuftë e tonë. A keni pas kontakt, a keni mujt me siguru kontaktin me familje, këto me ditë çka po bëhet, ose e dim që ka qenë shumë e vështirë, po nashta me ndaj lajmëtar ose me diçka qysh ka qenë ai kontakt, ose për sa periudha keni mujt me ditë ç'a ashtu bëhet e familja? Po na nuk kështu ne kena pas këtë korridorin për cilë ushtartë. E nuk kena vanu për shembull 2-3 ditë jena këtu japet këtu e jo vllavi, jo shuki, jo e kena ditë për prafërsisht se çka po bëhet, çka po ndodh. Na kena pas korridorin Marevc, Mramur, Peshter, Zhegos. Domthonjë këtë korridor e kena përcjell ushtarët, komandantat, asnjë nuk u ron dorë të armikut na vllaznit me kushëre me kena përcjell këtu. Hiç kush nuk u dëmtu ka e kena përcjell na. A më është nga përshru se qysh ka qenë ajo ndjesia kur keni vesh uniformën e UÇK-s? Ka shumë ka qenë e mirë. Domethënë uniforma ma e lavdishme në botë, me 3 shkronja të arta. E po ashtu, e madhe kishte qenë edhe përgjegjësia që ai kishte pasur si komandant. Komandant, përgjegjësi, ndoshta edhe pranimi ushtarëve tjerë, a më është na fut pak e mes? Po me siguri se kena pas përgjegjësi se me tu myt dikush të e përcjellën shumë rënd. Edhe i kena përcjell, i kena zgjedhë edhe rrugët, nuk i kena qurë njëjtën rrugë gjithë, kena në rrugët.